أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, ne edhe më tej vazhdojmë të flasmi mbi çështjen kryesore të tauhidit, besimin në Allahun Azza wa Jall. Të treguam në dersat e kaluar se çfarë nënkupton dhe çfarë kërkohet kur jemi që bisedojmë në këtë tematik. Pra cili konsiderohet muwahhid, cili konsiderohet besimtar. Dhe thamë se për të qenë besimi pranuar, besimin Allahun Azza wa Jall, me do e mos duhet i përmbushe 4 kriterë. I pari kriter është që të besojmë se Allahu Azza wa Jall ekziston dhe mos të kemi luhaqje dhe dyshim në ta. Pra ai që ka luhaqje dhe dyshim në ta, nuk konsiderohet se ka besu në Allahun Azza wa Jall siç duhet. Pra me një fjalë, besimi i tij nuk i sjell dobi. Për atë Allahu thot Kurani Kerim, të ata që besuan dhe nuk dishuan në besimin e tyre. I diti kriter është njëshmëri Allahut Azza wa Jall në krijim dhe në rregullim, që na me tekstin arabisht e themi tauhid rububiyya, që do të thotë se i vetmi Allahu Azza wa Jall është krijues dhe rregullues. Krijues e kuptojmë. Çështjen e rregullimit kemi ne probleme. Për shkak se rregullues do të thotë që deri në frimarjet e fundit është Allahu Azza wa Jall që ta rregullon jetën. Mbikëqyrësi absolut deri në frimarjet e fundit është Zoti jot. Ai që të garanton në rizkun, ai që menaxhon botën, ai që e zbret shiun, ai që e rregullon këtë jetë është Zoti jot. Ai që dishon në këtë, se superfuqit kanë mundësi që të ndërhinë dhe të çrregullojnë, të bëjnë diçka pa ndërhyrjen dhe taktimin Allahut. Këto njerëz kanë problem me këtë lloj të tauhidit që i thuhet njëshmëria Allahut Azza wa Jall në krijim dhe rregullim. E treta prej atyre që duhet të besohet dhe për këtë mision të madh kanë ardhur gjithë pejgamberët e Allahut. Tauhidul uluhiyya, njëshmëria Allahut Azza wa Jall në adhurim. Çka do të thonë? I gjithë adhurimi duhet t'i përkushtohet vetëm Allahut. Kush pretendon dhe mendon se dikush ka të drejta dhe meriton dhe një lloj adhurimit pos Allahut Azza wa Jall, ai është mushrik, është idhujtar, politeist në terminologjinë e dinit Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye treguam se adhurim çfarë është. Adhurim them çdo fjalë dhe çdo vepër. E jashtme
apo e mbrëmshme që e don Allahu dhe e pëlqej. Pra fjalë e zemrës, fjalë e gjuhës. Vepër e zemrës, vepër e gjymtyrës. Që e don Allahu dhe e pëlqej. A muj me ditë ne cilën fjalë dhe vepër Allahu e don dhe pëlqej? Nuk muj me ditë, vetëm nëpërmes Kur'anit dhe Sunetit. Para çdo ibadet që shpiket që s'ka referencë Kur'an dhe Sunet Sheriat i thot bidat. Dhe ki bidat risi është e shëmtuar. Nuk e don Allahu dhe nuk e pëlqej. Se me pas dosh Allahu dhe me pas pëlqej, Allah e kështë shpërzi në Kur'an, apo e kështë dërgu pejgamberin Allahut për këtë. Ka se Allahu Azza wa Jall ka thonë fejën e kam kompletu. E me dalë dikush tash me thonë se ja pra gjejtë edhe një ibadet që Allahu përdoj ka pëlqej. Amo nuk ka Kur'an dhe Sunet, thot Imam Malik, iftiraj ki bon Zotit tanë. E kuptove pëse bidati është ma i keq se gjunoj? Se ti biftan i jetu i ngjit ose Zotit tanë, që Allahu tha e kam kompletu fejën. Çdo sen që e du dhe e pëlqej, ja kam zbrit. Çdo sen që e du dhe e pëlqej, kam dërgu pejgamberin Allahut. Ose me doje mos ke me kuzu pejgamberin Allahut, mi thonë se vërtet Allahu e ka zbrit. Dhe Allahu e ka dërgu pejgamberin, a pejgamberi Allahut ka tradhtu se ka përcjell mesazhin Allahut si duhet. Për atë ai që shpik bidat në fe, ai është njëri prej dyve. Ose qëtë iftira, akuz Allahut, ose i qëtë akuz iftira pejgamberit. E pastaj neve në kritikojnë dhe thojnë pse ju qaq ekstrem kundra bidatxhives. Si janë bëgudon njerëz e kalon këtë verë, kurse tegi pasisht pi kritikon qaq shumë bidatxhit për çkak se ato po ngjesin iftira Zotit tim dhe po e akuzoj pejgamberin tim se nuk ja përcjell mesazhin, kjo duhet të neve të ndërtoset apo së paku të hëna hidheron. E jo të mirët mikrofoni mjekrën del të kërthiza, edhe mi imami selam, edhe ki Allahumma antas salamu, do thonë sikur që, sikur nuk ashtë të ndodh asgjë. Këtë se ka ditë Ebu Bekri dhe Omeri t'i pe ti, këtë se ka bon Uthmani dhe Aliu t'i pe ban, në regull s'mun, kush për thot ti me bo ti, leja ti që e ban. Ka plot që e bojnë se kanë dert. Ti që ka lipën të? Qka kërkoj, qka do me në të regu? A do me të regu neve se unë jam a i cili kam gjetë i këbadet që jadallë Allahu adau e pëlqen, ndërsa ata të partë tonë se ne kanë gjetë, apo ti ma i meqër se pejgamberi jotë dhe ma i dashur i sunnetit pejgamberit Allahu se shokët e pejgamberit tanë. Pra, tauhidul uluhije do të thotë, të ishi bindur se i gjithë ibadeti i takon vetëm Allah. Çdo kush që një pjesë të ibadetit janë vesh vetës të vetë, apo ti janë vesh t'i kujt, i ki bon shirkë Allahu Azza wa Jall. Këtë çështje kanë deviju mushrikët dhe kanë orë pejgamber për të rregullu. Kjo është kriteri, elementi të redh që nuk duhet me toleru në këtë çështje as pak. Dhe janë shkujt shumë libra. Dhe për këtë folëm dersin e kaluar. E 4 rregull për qenë besimi sakt në Allahun Azza wa Jall, njëshmëria, pra besimi në emrat e bukur të Allahut dhe cilësitë e larta. Qëra këtu jemi këtë tematik. Folëm dersin e kaluar. Çka do të thotë që besimtari të beson se vetëm emrat e Allahut Azza wa Jall janë të përkrijera në bukuri dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall janë të larta. Me qenë muwahhid, njëshmëri me pas në këtë çështje, duhesh me besu se Allahut Azza wa Jall i takojnë emrat e bukur. Jo vetëm që i takojnë, po i vetëmi Allahu është që i posedon emrat më të bukur.
Qertë ketë kanë emra, ama nuk i kanë emrat si të Allahu. Dhe nuk i takon mi po si të Allahu. Parat ne do të flirasmi sot, që fikur folëm pak në desin e kaluar, mbi kriteret të rregullat krijesore mbi emrat Allahut, me fjalë tjera. Si duhet t'i besojmë në emrat e Allahut, që Allahu e ka emërtu vetën e tij, apo pejgamberi Allahut e ka emërtu Zotin e vet. Për qenë ne muwahhida, me qenë ne që e besojmë Allahun si duhet, me do e mos nuk duhet t'i shtremojmë emnat dhe cilësitë Allahut. Për ndryshe e cenojmë besimin tonë. Kriteri parë, që e cekën në desin e kaluar, është se emrat e Allahut janë tekstual, apo emrat e Allahut janë të përcaktuara nga shpallja. Nuk guxojmë ne me ditë edhe një emër të mirë me ja përshkujt Zotit ton nëse nuk është në Kur'an dhe Sunet. Allahu Azza wa Jall, nëse nuk ja ka përshkujt vetës vetë, atë emër na guxojmë me përshkujt Allah. Nuk guxojmë, nuk kena të drejtë. Pse? Në të regojnë. Pse nuk guxojmë? Qoftë edhe nëse në sinin tanë është emni mirë, është emni bukur. Allahu e ka përshkujt vetën e tij, Allahu e ka mërtu vetën e tij me këtë emër, jo, s'ke drejtë. Pejgamberi Allahu e ka mërtu me atë emër, po, e beso. Se ka mërtu, s'ke drejtë. Për shkak se ai që e njeh më mirë Allahun është Allahu vetën e tij dhe pejgamberi Allahut. A ka mundësi dikush me njohë Zotin e vet? A ka mundësi dikush me ja ditë emrat Allahut pos atij që e ka mërtu vetën e tij? Për këtë arsye ata ditën që e cekëm që thamë, Abdullah Mesudi që nuk ka një njeri një breng, një shqetësim, dhe nuk e thot këtë doa vetëm se Allahu ja largon brengët dhe shqetësimet. Dhe e pyetën pejgamberin Allahu, thanë, a duhet me mësu, a është veç për këtë çka? Që pyeti, tha jo, kush e dëgjon që këtë doa le ta mësoj. Në këtë doa çka thëjke? Pjesa e doas, pjesa e lutjes, që ishte? O Zot, të lutna me emrin e tu, që ti e ke mërtu vetën tonë. Çka po thotë që ti e ke mërtu vetën tonë? Do thotë që krijesat nuk kanë të drejta ta emërtojnë Zotin e tyre, po vetëm Allahu që e ka mërtu vetën e tij në Kur'an, apo e ka njoftu pejgamberin Allahut dhe përmes sunetit të vërtetë. Çdo emër që nuk ekziston në Kur'an, dhe çdo emër që nuk kanë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është emri i Allahut dhe nuk ka të drejtë njeriu që t'ja mvesh Allahut Azza wa Jall. Kjo është rregulli i parë, që folëm për ta në desin e kaluar. Rregulli i dytë, thamë se emrat e Allahut Azza wa Jall janë të kufizuar. Emrat e Allahut Azza wa Jall nuk janë të kufizuar. Dhe këtu hasmi di mendime dietarë si thash. Shumica e dietarëve gëzojnë se emrat e Allahut janë pafund. Mi pa të janë të ralloj. Një lloj për emrave, a që Allahu Azza wa Jall i ka zbrit në Kur'an dhe sunetin e pejgamberit Allah. Një lloj emrave të Allahut, që Allahu Azza wa Jall e ka zbrit Kur'an, ose e ka mësu, e ka zbrit Kur'an apo sunetin e pejgamberit Allah. I diti lloj emrave të Allahut, a që Allahu ja ka mësu dë njënit prej krijesat të tij, prej melekëve apo pejgamberëve të Allahut. I treti lloj është një
nga emrat Allahut Azza wa Jall që Allahu nuk ja ka mësu, nuk e ka tregu, nuk e ka njoftu as kënd prej krijesës. Dhe argument për këtë, thamë se në ditën e Kiametit, ku të lipët shefati pejgamberit Allahu i ban Allahut sejdë në arshin e tij. Dhe thot Allahu më inspiron me disa falënderime që nuk i kam ditën deri ato çast. Allahu e njofton me disa falënderime, lavdrime. Ka thonë, a di me çka e njofton Allahu kur pejgamberin Allahu do bën në nar? Allahu e inspiron pejgamberin Allahu dhe mëson me emrat të cilët nuk i ka ditë ai derisa ka qenë këtë dunjë. Çat çast janë që emrat Allahut ja mëson pejgamberit Allahut dhe i thot ngritje kokën, pyet çka të duash se Allahu të përgjigjet. Katër të lloj. Ibn Hazmi të kujke mendimit se emrat Allahut janë të përcaktuar, do thonë janë të numëruara. Sa janë ato? Tregova mendime ndryshme, mirë për janë bazuar në hadithin e pejgamberit Allahut që ka thonë se Allahu i ka 100 emra pa një. Allahu i posedon 100 emra pa një. Kush i mëson hinë gjennet. Kush i mëson 100 emrat Allahu pa një hinë gjennet. Pra, një transmetim, Allahu i ka 99 emra. Kush i mëson ato hinë gjennet. Dhe ka thonë se kja hadithi pejgamberit Allahu në tregon se pejgamberi Allahu tregoi se 99 emra. Me më ne i përgjegjmë Ibn Hazmi dhe atit të ngjajshmëve i thojmë nuk nën kupton kjo për shkak të ekzistimit të argumenteve qera dhe kjo nuk ka në kundërshtim me atë që e tham deri tash. Për shembull, thot njëri i kam 100 euro du mi dhon sadaka. A do thot që ki vich 100 i ka? Pa i ka nëse dhe 1.000 dhe 10.000. A më thot i kam 100 euro, i kam nda për mi dhonë sadaka. Ki nuk në kupton se s'ka qera. Mi po ki të regon se ka që to të përcaktuara për lemush dhe sadaka. A në kundërshtim me ata që ka thonë pejgamberi Allahu se të lute me emrët e tu të cilët i din në vetëm ty. E hadithi pejgamberit Allahut është se kush i mëson 99 do të thotë që emrat e Allahut janë më shumë. Dhe ato të cilët i shfletojnë, i hulumtojnë, i lipin, i kërkojnë emrat e Allahut i dalin më shumë se 99. Amo prej te e lipët, nëse i mëson ti 99, hinë xhennet. Do të thotë, si pozoj. Shfletojnë Kur'anin dhe Sunetin dhe i gjejmë 300 emrat e Allahut. A jemi të detyrueshëm ne që 300 ti mësojmë, apo me 99 im xhennet? Me 99. Dhe më thamë, kush e merë 3 shkallon? Nuk do të thotë që nuk ka 5. Kush e merë 5 do të pojena, kalon. Nuk do të thotë që s'ka not më të lartë. 99 emra kush i mëson hinë xhennet. Kja ditë vërtet. Amo çka do të thotë kush i mëson? Kja do të thonë argumenti i parë, se nuk do me thonë, e ki pasisht se Allahu Azza wa Jall i ka vetëm 99 emra, po Allahu Azza wa Jall ka emra shumë të të. Me i përna të në prej ati nuk kush i mëson një xhennet. Imam Khattabi ka thonë 4 mendime, 4 spjegime i keme kush i mëson, prej dietar ka thonë 4 mendime, çka do me thonë kush i mëson 99 emra? A ke që mi ditë? Atër ndëgjë. I pari mendim, që ka thonë Ibn Jauzi, thot për shkak një transmetimi që thot men hafidhaha, nuk thot men ahsaha, kush i përmledh, po ka thonë kush i mëson. Me ka për qëllim, thot ai i cili i grumbullon, i mledh, i përvetson, i memorizon, i mëson për mensh, hinë xhennet. Edhe pse kemi ndim është edhe Imam Buhariut. Kush i mëson në emrat Allahut Azza wa Jall,
Njëri thot, po në kejt në shtëpi e kene lilevha dhe i kene 99 emra. Ke hadith është i dopt, që e transmetonin në tërmitin. Nuk ka hadith të vërtet që i përmbledh 99 emrat me një vend. Ta dini që. Ke hadith që e kinë 99 emrat e Allahut, apo i shkrujnë, kupton në xhami 99 emra, apo? Nuk është i vërtet të ditë. Ne nuk jena në kontekstin e saj. Nuk ka hadith të vërtet që i përmbledh emrat e Allahut me një vend. E tash ndoshta ti e çkon menja me thon, pse pejgamberi Allahu s'na ka treguar po? Pse s'ka një hadith me një numru? A mund ke pejgamberi Allahu me numru? Ha? Mund. Po pse pejgamberi Allahu s'na tregoi për Lejlatul Qadr? Pse pejgamberi Allahu tha është një çast ditën në xumë nuk i lutet një rob Allahut, vetëm Allahu i përgjigjet. Ha? Pse s'na tregoi pejgamberi Allahu se kur Allahu e pranon tëubë? Këto janë sekrete për çka se neve me nëj pastra huna dhe nona i viç që ato në atenon edhe qërtem në i kishmilon më onër. Neve nuk ne ka informu pejgamberi Allahut me edhe në nojmë me një vend që në të gjurmojmë, të ulumtojmë, të lipmi, të shfletojmë. Dhe kja është kuptimi i dytë, që kanë thonë me në hsa dhe kalgjer, kush i gjurmon, i lip dhe i kupton këto emra. Dhe vepron me kuptimin e tyre. Dhe kja është mendimi i tretë. Do të një pari mendim kush i pësor për menç. I diti mendim kush i kupton ato emra. Dhe kush i kupton dhe i lutet Allahut me to. Për shembull, ti e kupton emrin Ar-Rahman, ti beson se Allahu është i mëshirës. Dhe shpreson se Allahu të fal. Kur të lexosh emrin Allahut Ar-Razzaq, furnizues. Ha? Pastaj e lexon El Kerim, bujar. Nëse Allah në furnizues dhe është bujar, ti atutësh se Allahu ti e bojkot ka me të bo. Ti stutësh, vepron me to. Do të thonë që i mëson e kupton. Për ata feja Allahut krejta në emrat Allahut. Krejt feja, komplet feja. Që i këshim Kur'an dhe Sunet, është emrat Allahut. Që ta kupton një rëndësin e mësimit të emrat Allahut. E gjithë feja është në emrat e Allahut. Komplet feja në to. 99 emra me imësu, kejt feja në kimësu. Ti ku ta kuptoj se Allahu Azza wa Jalla është El Qawi, El Aziz. është i fuqish. Dhe i lutesh o Zot, kur je i dobti, ha? Kur je i dopt, i lutesh Zotit tanë. Dhe i thoj o Zot, ndihmo. A dishon ti se Allahu s'mundet me të ndihmuar. El Aziz ka kush që e mposht. Atë lip Zotit tanë dhe i besueshëm se Allahu është i fuqishëm me të ndihmu tije me ndalë në krah ti. Kur je i smut. Dhe e din se Allahu është shefi, Allahu është shërues. A kjeti të dishim se Allahu s'mund me shërua? A këpëtu se na pse kena problem? Na kena problem me vetën tonë, me besimin tonë. Se ne nuk e njohëm i Zotin tonë. Zotin tonë për ta njohë duhet me njohë në përmes emrat të Allahut. Pse me njohë në përmes emrat të Allahut? Dhe si njihet Allahu në përmes të Allahut? Emrat të Allahut. Se emrat e Allahut janë emra dhe kjo është rregulli i tretë. Emrat e Allahut janë emra, simbole dhe atribute, cilësi. Çfarë do të thonë? Nuk ka emër i Allahut që nuk ka cilësi në ta. Për shembull, na Es-Semia, nga emrat e Allahut është ndëgjues. A mund të parafiltrohet ndëgjues dhe nuk ndëgjon? El-Alim, i dituri. A mund të përmendosh si se nga emrat e Allahut është i ditur dhe Allahu nuk di? El-Hayy, është i gjallë. A mund të përmendosh se Allahu është i gjallë dhe nuk
Nuk është gjallë, është i vdekur, është nga flet, është në gjomë, nuk ishtë i gjonë zullumqarë që ka bojnë, nuk të shef dhja. Aisha transmeton dhe thot, një gru të pejgamberi Allahu, suratul Mujadile, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ka një grua në ku për burin e vetë të pejgamberi në vesh i ka kalzu pejgamberi. Aisha nuk e ka ndëgju, thot Allahu, mbi shtet ka të qelë e ka ndëgju. Sahabët kur kanë hinë Mekë, ka thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ka thonë unë një zonë. Se ju nuk i jeni duke i lutën, apo duke lavdru dhe madhru atë të cilën nuk ju ndëgjon. A ju ndëgjon. Për këtë arsye, kuptimin ka thonë me kuptu emrin Allahu. Se ka thonë Imam Shafiu, thot me mësu emrin Allahut. Pa e kuptu ata. Asi me mësu Kur'anin pa e kuptu ata. E treti mendim dhe kja është shumë i parafort me këtë, dhe duket se më i sakt, është me mësu, me kuptu dhe me vepru me ta. Ku të veprojsh me emrin Allahut, kur të citish se El-Ghafur, El-Rahim, Falës, Mëshirues, nuk i up shpresat për Zotit. Ku të ndëgjojsh dhe të lexojsh Azizun, dhuntiqam, i fuqishëm, hakmarrës, i tutër Zotit ta. Vepron me ta. Për këtë arsye thot Allahu Azza wa Jalla, "Walillahi al-asmaul husna." Allahu t'i takojnë emrat më të bukur. Lutju Allahut me emrat e bukur të tij. Mos ju drejto Allahut o Zot, pranoj maget, po thuj. Nëse ke për falje, Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Ghafur. Përmeni emrat e Allahut e faljes, e pastaj lutje Allahut faljes. Nëse ke nevojë për rrezik, përmendja kupton emrat e Allahut Azza wa Jall që kanë bënë me El-Kerim, El-Ghafur, El-Jawad, El-Kerim, El-Ghani, El-Razzaq. Përmendja Allahut Azza wa Jall është pasanik, bujar, furnizues, lutje Allahut me emrat e Allahut. Për këtë arsye, emrat e Allahut, kjo është rregulli i tretë. Nuk ka emër Allahu Azza wa Jall me fjalët e tona pa kuptim. Çdo emër që i veshët Allahut, apo ka në transmetime, që s'ka kuptim, s'ka cilësi, nuk ka emër i Allahut. Për shembull, siç ka në hadith pejgamberit Allahut, që nëse që këtë rregull ti nuk e kupton këtë hadith. Ka thonë pejgamberi Allahut, biri Ademit e ofendon kohën, a unë jam koha. Në dorën time është nota dhe dita, i rrotulloj ato si du unë. Biri Ademit e ofendon kohën. Tash për emrat e Allahut e deher qitoj. Koha, a është për emrat e Allahut? Jo, pse s'ka cilësi, s'ka kuptim. Po pse ka thonë, unë jam koha, do të që në dorën time është koha. Për ata ka ardha diti, nota dhe dita janë dorën time, i rrotulloj ato si duhet. Me ju drejtu Allahut Azza wa Jall me emrin e deher, ke gabu, se sa është emri Allah. Do të ka në hadithin e vërtet, ka në hadithin, kush tash s'ka në hadithin e vërtet? Hadithin e vërtet, gjithashtu ka ardhë, se Allahu e rrotullon ditën dhe notën si do. A din pse ka ardhur ki hadith këtë kontekst? Se për arabët përpara, sikur na shegën tash. Them ka ardhur zamani keq, koha keq. Cila koha keq? Ti kohën ke keq që bon. I koha që e notë, që e ditë, që e verë, që e pranverë. Si që ka qenë atë kohë, ashtë dhe tash. Apo? Taksirat mëzo koha. Koha si ka fajë. E ka ndalu birin Ademit që alen fajt kohës. Leja vetë vetës. Ti ai që e ban kohën, ose mirë, ose keq.
Pra ka ndalu pejgamberi Allahut që të ofendohet koha. Derisa atë shumë i ka ndalu mushrikët që ja lishin fajin kohës, thëshë musibeti kohës, nazu taksirati kohës, derisa Allahu azza wa jalla thot, unë jam koha. Pra nëse jeni një fajt kohës, atër ma i lini fajt mua. Se unë ju pasabo zullum juve. Ju s'ku mo zullumë? Nota dhe dita 24 orë, në kohë në pejgamberit Allahut dhe tash 24. Pranver ka pas a gjithë dhe tash pranver kije. Dimën ka pas a në të kohë dhe tash kije dimën. Natë, ditë, pranver, verë, vjesht, kejt, njësoj. Kush janë ata që e ndryshojnë kohën? Ne! Para ata mos e le fajt kohës, po e le fajt vetës. E mërë vesh, këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ata në kuptimet, kush i mëson 99 emra, prej emrave të Allahut i në xhennet, kush i mëson? 1. Kush i kupton? 2. Kush vepron me ta? Dhe 4 mendim, që i ka thënë Imam Khatabi, ka thonë, e ka për qëllim kush e mëson Kur'anin. Dhe vepron me ta, e lexon ata. Se kush e lexon Kur'anin apo e mëson Kur'anin i ka mësuar 99 emrat të Allahut. 99 emrat të Allahut janë Kur'an. Kur ta mësojsh ti këtë Kur'anin edhe e lexon ata, e ke mësuar edhe emrat të Allahut. Se e ke pa këtë jetën përfundojnë me çka? Përfundojnë me emrat të Allahut azza wa jalla. Pra rregulli i tretë se emrat e Allahut nuk janë të ngurtra, i thoj. Emrat e Allahut nuk janë pa kuptim. Emrat e Allahut janë me kuptim. Çdo emër i Allahut ka cilësi, atribut. Çdo emër që nuk ka cilësi, atribut, nuk është emër i Allahut. Dhe kjo në çon te rregulli 4 që emrat e Allahut janë më specifike se sa atributet e Allahut. Cilësitë e Allahut. Do të thotë, emrat e Allahut janë më të veçanta se sa cilësitë e Allahut. Ka mundësi në Kur'an dhe Sunet me gjithë që është atribut cilësia e Allahut, ama nuk është emri i Allahut. Për shembull, ka cilësitë e Allahut është hidhërimi. A është emri i Allahut hidhërues? S'ka hadith, s'ka ajet. Pra cilësit mirë në emrave. Çdo emër ka cilësi, ama çdo cilësi s'ka emër. E kuptuat? Për cilësive të Allahut është buzëqeshja dhe qeshja, ka në hadith. Ha? A mujnë prej emrët të Allahut është qesharak? Prej emrët të Allahut buzëqeshur? S'ka ardhë. A mujnë me afshujt Allahut? Jo. Prej cilësive të Allahut është urrejtja. Allah e do ndikan dhe urrejt ndikan. A është prej emrët të Allahut el-Kari, urrejtës? Ha? Jo, për ata, emrët e Allahut janë më specifike, më të veçanta se sa cilësitë e Allahut. Prej cilësive të Allahut nuk nxjerrët emri i Allahut. Ndërsa prej emrave të Allahut nxjerrën cilësitë e Allahut. Ku ta përmendsh emrin e Allahut, dije se dije se ka cilësi, ka veti, ka atribut. S'ka emrin e Allahut pa cilësi. Për shkak se me qenë emrat e Allahut azza wa jall pa cilësi, pa kuptim, është mangësi. Atëra nuk janë të bukur. E kuptova pse emrat e Allahut janë të bukur? Ha, pse? E kuptova? Pse janë të bukur? Për shkak se për dërsi e para. Për shkak se janë emrat të lartësuarit të Zotit. Apo? Përse janë bukur, për shkak se janë emra të madhit, të madhërishmit. Apo? Një dhe dyta, për shkak se kanë kuptim. Dhe kuptimi, cilësia e tyre është e plot. Ka mundësi njëni e ka emrin Bujar, ama ma ko pratë se a i se në gjenë.
Allahu Azza wa Jalla është bujar, për një është bujar. Që jep ti që 60 vetë kur kryen se ishtë Allahu që e kilon. Apo së ti sankcionet së ti nënë, apo? A shefi thamë për zopi punë e veç një ditë që mungohë një 5 minuta u vanova në punë. Ka mundësi njëri të ketë i emën, ama nuk i përputhet me emnin e ti. E ka emnin malë, ama thatë në ta, së gjenë kur gjonë në ta. Ka mundësi që njeri të përshkun, të ketë emnin e mirë, ama së përshtatët emni ti me karakterin dhe sjelljen e ti. A ka emën Allah që nuk përshtatët si fati ti me Zotin? Asë. Pra ta emën të Allah që në bukur. Bile më të bukur. A dhe më të bukur? Për çka këse bukuria e atributit cilësit Allahut është absolute e fundit. A shifni Allahu sa bujar është? Në të ditë jebë dhe kur asë njëherë Allahu nuk kanë kohë se shumë po jabë. Njëri me thonë thëtë bëllë më ke, shake kjo, të këshira bëllë, që, ngritë, punon. Që 20 vetë përëndim, ti ko kërshpinës, stjabë. Allahu, korës thëtë. Allahu i dhërohet mos mi lip. Bejtë ademit, mërzitën mi lip. Për këtë arsye, pse janë të bukur emret Allahu? Se i kanë cilësit e përsosur. Dhe cilësit e Allahut janë të plota. Të plota deri s'ka i shmëri. Për më të sa të ka shmëri? 60 vetë njeri mi bo gjuna Allahut, më bo të ubet Allahut, me kërku falje, Allahut dhe gjunoj që përse vopë. Ta përkthejmë këtu në fjallorin tonë? Për shembull, njëri jaki, një vetë jaki morë, çdo muaj ka 1.000 euro, ka 1.000 euro, tu kanë mbledhë, tu kanë bërë 1 milion euro. Ha? 1 milion euro, kur shkon një ditë, jo që ti falë, ti jep edhe 1 milion. Që ato 1 milion, ti jep plus 1 milion. Allahu Azza wa Jalla është bujar. Bujaria e ti nuk ka fund. Sa jep Allah? Ka thonë Allahu Azza wa Jalla, mos mi pas cilësitë e bukura, jo një besimtar një pik ujë se ne kishin pi. Allahu si nën do thënë embargo kur kujt për zëllumin që jepë. Pse në të njau kish morë frimu pas konë Allahu Azza wa Jalla mos mi pas pasën cilësitë e larta. Emret e bukur Allahu, ato këti kriminelët që e bojnë e kupton krimin ndaj musliman. Te a mendon a kje pasir se ato kishin morë frima. Allahu e kështë për pëlsit edhe qatë frimën të cilën e kanë mushkrit e tërë se meritojnë, ato se meritojnë. Ato me vendim, gjikatës botërore nuk e mendim, ato e meritojnë mrejnë në tunel me shni. Apo, mirë për Allahu Azza wa Jalla nuk i e kudonë pëse e barë, për çka se Zoti jot është i larë. E nuk është i ullë. Zoti jot ka emrat bukur. Për ata, emrat e Allahut janë simbole, dhe emrat e Allahut kanë atribute. Emrat e Allahut, rregulli 4, 5. Emrat e Allahut janë më specifike se sa cilësitë e Allahut. Pra cilësitë e Allahut janë më të përgjithshme, emrat e Allahut janë më të veçanta. Do të folmi për sifat të cilësitë e Allahut ndërsa tash. Dhe emrat e Allahut a janë të një nivelit apo të gjithë emrat e Allahut janë njësoj. Këtë ty që e kanë parashtru, do të thonë emrat e Allahut. Krejt emrat, në është një thua Allah, që Allah do është e imat e lëune, felehul asmaul husna, cilin dush emrat e Allahut zgjedhe ti, pra pilu të zotin të. Pra ata njoni këpëj mushrikëve, kalon për në pejgamberit Allahut dhe pejgamberit Allahut u lëshke thët, ja Rahman, ja Rahim, dhe thë ki Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Neve pona po kritikon pëse kena ma shumë se një zot edhe aj pilot për ju lutke. Për ju lutke, këton edhe Rahmanit, edhe Rahimit. Ezrep ajet Allahu të vëgjel, eje ma të dëune felehu l'esmaule. Cilish dush emën të Allahut i lutesh njoj. Pra emënët e Allahut të gjithë simbolizojnë për një. Edhe pse cilësit
atributet janë të shumta. Po edhe nëse kanë ngjeshmëri në mes vete, janë të ndryshëm, edhe pse cilësitë kanë të njëjta. Për shembull, El Qadir edhe El Qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Do të thonë i fuqishëm. Qadir i fuqishëm. Qadir i dashur i fuqishëm. Do të thotë cilësia është e njëjtë, ama janë dy emra, jo një. Es-Sabir, Es-Sabur, dërimtar dhe i durush. Këto e kanë një cilësi. E pse njëra më shumë, njëra më pak, po këto cilësitë e Allahut janë të përkryera, të plota. Emrat e Allahut, a janë të një rangut? Dhe këtë e premtova në dersin e kaluar, që do të tregoja. Thashtë, ku do të tregoj. Mos është di viç po premton edhe s'po kallzon. Ha? Që po ja tregoj. Këtu vetë di po si lon me vet. Apo se emrat e Allahut janë të një rangut, apo ka emra më të lartë dhe më të mëdhej se emrat qertë, emrat e Allahut. Sipas haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sipas haditheve të pejgamberit Allahut, se emrat e Allahut nuk janë të një rangut. Disa janë më të mëdhej, edhe pse janë krejt të mëdhej, mirë po disa janë dhe më të mëdhej. E një ndër to është ka thonë pejgamberi Allahut, Allahu e ka një emër të madh. Allahu e posedon një emër të madh. Këto emrat e Allahut të mëdhej. Po njëri është më i madh se të mëdhej. E kupton? Nuk i lutet një rob Zotit vetëm me këtë emër, vetëm Allahu i përgjigjet. Në këtë kontekst mi qelë tefsire, të kupton? Lloj parole ninda. Për shembull, një ndër prallë. Më mund ta shkojmë të kallëzu se këto nuk janë të vërtetë. Të Haruti dhe Maruti kur kanë zdripën, e kupton, piçelli, Melaçi që ka çuar njerëz me mësu sehrin. A kupton? Arsia ka qenë se ato e kanë ditë emrin Allahu, ju ka lutur Allahut me emrin Allahut, Allahu ka zbritën në tokë, edhe ato e kanë bërë këtë. Një ndër to të cilët e kipasisht thon Belam ibn Baura, do të thotë që i ka premtuar në tenve të që i kanë pushtu kucin, ka thënë juve kam jenimu se unë e di emrin Allahut të madh, edhe mos u tutni, ka thonë. Beni Israilët kanë me dështu, se s'kanë me arrit kone Jusha ibn Nunit, kur e dash me çliruan kucin, kur e nal dilli, e dini, kupton? Edhe kupton, Belam ibn Baura i ka tradhtu Beni Israilët, ka dal ka pola qetër, ka thonë, dilni ballafaqonu me to, për shkak se unë e di emrin Allahut dhe unë i lutna, jo për Beni Israilët, lutna për juve, ju me ngadhnjej dhe ju keni me ngadhnjej. E pastaj i thot i del gunga ati në terin, këto në gjeks, edhe në vend se mu lut për ata të cilët e kanë pushtu kuci, lutet për Ben Israilët. Serë që i të marati po lutësh ku në neve. Jo, për juve jem të lutën. Këto janë para pallavra, do të thonë transmetimi i vërtet. Apo ai fëmiu i riu i cili ka udhëtuar te ai prifti, te ai magjistari, mes magjistarit edhe atij dietarit, e pastaj një ditë për ditëve i ka thonë këtine, hoxhës ka thonë, ama ka të tregon emrin e madh të Allahut, ka thonë se në tregoj, ka thonë se ti s'e ne bart. Pse s'e ne bart? Ka thonë se viç evliat duhen me ditë. Pse më që evliat? Ka thonë se ju alatërini, nështë e lutni për dikane, pastaj Allahu e zri belaën, e ma mirë viç evliat. Këtë janë prallat sufive, nuk janë vërtet. Pastaj ai çka kudon shaka bo, ka thonë ka i ka morë doguar, edhe shta e emrat e Allahut i ka shkujt me një guri, qëtërin guri, edhe si thëllën për ditë e ka qitën ka një guri zjarë, edhe zjarëmi që e ka gjeki ka ditë se s'ash emri Allahut i madh. Kur një ditë e qëtë një guri, emri nuk ja gjek, edhe shkon ketë me vrap të ki, dhe thot, ash emri Allahut ki madh? Ka thonë, ezbuloh. Amo tash, thot, rruju, thot se ki mus provu se ti me emrin madh. Kjo është prallë, nuk është vërtet. A e vërteta çka është? E vërteta se Allahu Azza wa Jall ka emën të madh që ka thonë pejgamberi Allahut. Hadithet e vërteta, do të thonë që unë pe shkurtoj për çka kohës, se po ankoheni të namaz dersit, e mos ju lëmë anku mas dersit, për këtë arsye e shkurtoj transmetimet, vetëm se po ju tregoj atë që kam premtuar, se emrat e Allahut Azza wa Jall disa janë më të mëdhej se të mëdhejt e emrat e Allahut. E ne posedojmë një emën të madh të Allahut, që ka thonë pejgamberi Allahut,
nuk i lutet një rob Allahut Azza wa Jall me këtë emër vetëm se Allahu i përgjigjet atij. A ki qef me ditë këtë? Po kush s'ka qef me ditë? Si cilla kena kërkesa. Njonit si del kismeti, njonit nuk ja japin nusën. Njoni e ki pasish, do më bo milioner pa u lodh. Njonit, ko e diu në qka. Do të qështja, si cilla i ka kërkesë. E ta është sonë të thash vitë që juve po ju të regoj, mës të morin vesh kërkush. A kupton? Do që njuftoj për emrin e madh të Allahut Azza wa Jall. Se kam shumë muhabet me folë edhe për çert emrat të dhe rregullat e emrit të Allahut, mi po të lëm deri në arshëm, apo. Se na këto si na to ik inshallah, apo. Si ti e bën se Rabbul Xhelil na vazhdojmë që me ditë se emrat e Allahut pse janë të bukur, me çka karakterizohen dhe si i dallojmë nga emrat e tjerë. Apo me një fjallë, në derës e në arshëm, që po premtoj pap, me janë gjitë gjellit temë Rahim, a bana jo? Në plot Rahim a kënë. Ha, më mos i rafshën në deor ati. A kërse Allahu Ar-Rahim, apo? Allahu zë gjelën është i mëshirsh. A më ki qëtëri? Qëtëri bujar. Bujar hajdut. A kuta, do të që që nuk përpudhët kjo, të Allahu s'ka kështu. Biketa është një emër i madh i Allahut Azza wa Jall. Cili është emri? Shumica e dietarëve anojnë se ç'ka është emri. A unë nuk anojnë këtë mendim, mirë po shumica e dietarëve anojnë këtë mendim, edhe këto janë argumentet e tij. Se emri i madh i Zotit është emri Allah. Dhe thot kja sekreti pse natën anë emrë me mësu, se i një qini ku është emri Allah. Për atë që ka thonë emri Allah, Allahu i ka 99 emrë. Allahu plus 99 sa bojnë? Në që? Dhe kja është mendimi shumicës djetarë. Për shumë argumente, për shkak se thot, se këtë kontekstet kanë këllën, se Allahu është Rahman, Allahu është Rahim, Allahu është Aziz, Allahu është Gafur, Allahu është Gafar, Allahu Allah. Kërkun nuk shkun se Razaki është Allah. Nuk shkun kërkun dhe thonë që Gafuri është Allah. E kundër të kësaj. Kështë e parë. E dytëm, ka thonë ku ta këthirsh Zotin tanë, emrët Allahut, në arabisht i thot, nuk thua jar Rahman, e hek el tarifin i thoi, e ban të pashtuar, thua ja Rahman, ja Rahim, ja Aziz, ja Qawi, ja Ghafur, përveç të Allah, ja Allah, nuk i heket e lami, bëhet e shtuar. E këtu, një ndër arsijet, ka thonë pse është akbudan dhe më thonë që emni Allahut Azza wa Jall, emri i Allahut Azza wa Jall është Allah. Për çka këse gjithë emrat dhe sifatet janë të ndërtuara për kanë? Për Allah. E thotë qish ka mundësi mos me qenë emni Allah. Dhe një ndër argument ka thonë se mushrikët i kanë emërtu zotat e tirëve, i kanë thonë alihe. Asë njonin prej atinëve se kanë emërtu me emnin Allah. Se alien, zotra. Apo? Ama asë njonin prej atinëve se kanë thonë Allah. Për ata thot, Allahu Azza wa Jall ka thonë Kurani Kerim, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Nëse i pyetët kush e ka krijuar tokën dhe gjerin, ka thonë Allahu. Nuk ka pas zot si përfaqen e tokës që e kanë emërtu me emrin Allah. Allahun e kanë emërtu vetëm Allahun akudon, do më thonë Allahun e vërtet. Kja është një ndër argument. 2. Mendimi ditë ka thonë ka emrat e Allahut Azza wa Jall është Ar-Rahman, Ar-Rahim. Këto dhe emra ku të lutesh Allahut ja Rahman Ar-Rahim, apo ju ki lutë me emrin Allahut të marë. Për çka se thot Allahu Azza wa Jall, kur e përshkruan në veten e tij, kur tregon për veten e tij se qëndron mbi arsh, nalt, lart. Ç'është thot? Allahu
stawa ala al-arsh apo ar-Rahmanu stawa? Ar-Rahmanu ala al-arsh stawa. Ar-Rahman ala al-arsh stawa. Nënta janë të gjithë krijesat. Pra ata ka thonë, emri i madh i Allahut Ar-Rahman Ar-Rahim. Nga se për këto dy sifate, për këto cilësi ka nevojë të gjithë krijesat. Kja sekreti kanë thonë pse fjala Rahman ditën e Kiametit i përfshin mëshira Allahut edhe jo besimtarët. Kur të nise llogaria. Rahman që i përfshin mëshira Allahut azza që i ka përfshin të gjithë. Dhe kja sekreti që ka ardhur në hadith pejgamberi Allah se Allahu azza ka shënuar një libër. Ka një transmetim, e dini ju këtë transmetim, e dini mendoj. Se 4 sende Allahu azza wa jalla i ka bërë me durët e tij. Qert krijesa Allahu i ka kriju me fjalën kun feyekun. Bahu ba. 4 me dorën e vet Allah. Njëra prej atyre që Allahu azza wa jalla e ka shkruajtur një libër, që këtë libër ka ngritë te arshi i tij. A di çka ka shkruajtur nda? Ka shkruajtur Allahu ta inna rahmeti sabaqat ghadab. Mëshira ime ja ka tejgaluar hidrimin tim. E mëshira Allahut rrjedh prej kujt? Prej emrit Ar-Rahman Ar-Rahim. E thot njëri për neve që do tribe, a ban me në ka dhudha që do trije dhe të kalotën në vudë. 4, a tham 4. Ka thënë gjennetu adil, gjennet adil, Allah ka kriju me dorën e vetë. Tevratin e ka shkrujt me dorën e vetë dhe Ademin e ka kriju me dorën e vetë. Për ata krijesa më e bukur si përfaqen e tokës që ka qenë kush? Ademi. Gjisa e bukuris, nëse është hadithi vërtet, kujnë ju ka dhuru? Jusufit. Gjisa e bukuris kujt? Gjisa e bukurisa Ademit. Gjisa e bukuris. Njëri tha në ndrishë e kam ditë. Që ke ditë? Gjisa e bukuris e ke dunjojës. Apo? Gjisa e bukuris Ademit ju ka dhuru kujt? Jusufit. Për shkak se Allahu azza wa jall me dorën e vet e ka kriju kan Ademin. Darsa qerti ka kriju Allahu azza wa jall me fjalën bahu bahu. Pra, diti mendim se emri Allahut është Ar-Rahman Ar-Rahim. I treti mendim është El-Ahadu Samad. El-Ahadu Samad. Të kuptojmë se pse kullu Allahu ahad e ka vlerën sa 1/3 e Kur'anit. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si transmetohet se kanë dëgju njënin duke i lut Allahut azza wa jall. Duke i bën Allahut azza wa jall dua. Dhe i ka lut Allahut azza wa jall me këtë emër El-Ahad El-Samad. Që do të thonë ahad? I vetmi, i panevojshmi për askënd, për asgjë. El-Samad, që do të thonë? I panevojshmi. S'ka nevojë për kërkan. Dhe ki njëri ku i ka lutën Allahu azza wa jall ka thonë El-Ahadu Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ka thonë pejgamberi Allah, ju ka lutë Allahut me emrin e madh, me ju lut Allahut me bën kërkesë, Allahu i përgjigj. Me bën Allahut azza wa jall kërkesë, çka? Allahu azza wa jall i përgjigjet. Pra, me ju lut Allahut yal Ahadu Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I vetmi je që s'ke nevojë për askën, të gjithë kanë nevojë për ti. Për ata, ti nuk je as i lindur, as ka lind kurkush për ti, po askush nuk përgjason ti. Kur t'ja përshkruaj Zotit tan këto cilësitë më dhaje që ka përshkruajtur vetën e vet, ki ka thonë se Zoti ka përshkruajtur vetën e tij në Kur'an, ka treguar Allahu azza wa jall. Kush është Allahu? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allahu është i vetmi, pra s'ka kur që i përgjason Allahu. I vetmi që nuk ka nevojë për asgjë. I vetmi që nuk ka nevojë as për fëmijë, as për bashkëpunëtor, as për ndihmës, as për përkojë, asgjë. Krejt janë të nevojshëm për ta. Për ata nuk është e mundur që Allahu të lind e as prej atij dikush të lind për ata kur kush nuk i përgjason atij. Kjo tenzi që Allahu azza wa jalla e madhëron
lutë pasaj Allahu të azogel, Allahu të përgjigjet. Për atë ka thonë pejgamberi Allahu se kullu wallahu ahad, ka vlerën 1/3 e Kur'anit. Dhe kjo është mendimi i tretë dhe unë mendoj i takoj mendimit katërt. Se emri i madh i Allahut është El Hayyul Qayyum. I përmenëm 3 herë në Kur'an. Për shkak se është në ajetin e madh të Kur'anit, siç ka në transmetime se ka thonë pejgamberi Allahut, emrin e madh të Allahut e keni në 3 sure në Kur'an. Në suratul Baqara, në sura Al Imran dhe në sura Taha. Në suratul Baqara, të ajeti më i madh i Kur'anit, Allahu la ilaha illa huwal hayy al qayyum. Surat Al Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Të të kur nuk përmenet. Që do më thënë hajj? Do thënë i gjallë. Që do më thënë qayyum? I përjetshmi. Pse unë anoj të kimendim? Për shkak disa transmetimeve. Po e dyta është për shkak se krejt cilësitë e Allahut, pak të cilësi janë me pa vlerë. Nuk mund të ekzistojë. A mund të paramendosh i ditur, a mos a gjallë? A më në shka i thojnë? Të na e përmenin, Rametlia ka qenë i ditur. Zban me thonë Rametli, kush po të ti Rametli, Allah e ka më shiru. Kjo në gjuna është me thonë Rametli. Po thoi Allah e më shiroft, ka qenë i ditur. A banë qështu me thonë? Përmisoj e gjunën, po na ka met. Ne vështos na ka met. Do më thonë që të na jesi, na duhet me vazhdua, po. Që be Rametli në se eshte dhe më dhe. Po ku pe diti a Rametli azabli? Kush t'gallzoj ti? Kërë pejgamberit Allah të padek një fëmi, edhe këtu, kështu, një gru, tha, asfuru min asafiril gjenne, zog prej zogjve të gjennetit. Pejgamberit Allah të idhnu, tha, men hadhi mu te eli ale Allah, kusha është kjo që ndërhin qështjet Allah, kushi jeti me ndërhin qështjet Allah? Ku pe di se Allah e ban zogj prej zogjve të gjennetit të po gjennemi? Edhe pse i falur, apo? Fëmija i falur, a pejgamberit Allah ka thonë të shemë mesazh ti zguzon më përzinë ato, vetëm nëse kje tekst. Rametli s'ka. Zguzon mi thonë kërkujtë. Po me thonë, Allah e më shiroft, inshallah prej rahmetlive, banë. Tamam? El Hayyul Qayyum, është i gjallë, pa fillim. Ka qenë Allahu Azza wa Jall, i gjallë para se me pas jetë. El Qayyum është i vazhdueshëm, i përjetshëm. Si me konë gjallë, edhe dhe ishe ku dënë, fillon i gjallë, më ka zonë, mu do pësu, ka zonë mu rallu. Një një veti për bëbë në vetë, se i kje babë, me thë, mirë be, po pak ka zonë mu rallu. Më rëgjohë, tanë jetën, a konë i rallë, po që që e pas i kuptu. Kapi atyre në qëta njëtë një konë të rallë, po, rallosh. I konë i fuqishëm, do pësosh. I konë, Allahu sashtë. El Hayy është i gjallë, la te khudhuhu sinetun, wala nawm. Allahu ase kota. E di që e kota kështë? Me morë Allahu se merë, as gjumi. Kja është i gjallë. El Qayyum i vazhdush. Për shkak se më koni përjetshëm Allahu, nuk kanë vlerë cilësi qerët Allahu. Për këtë arsye mendoj se nga emrat e mëdhej të Allahut, dhe kush do ka dëshirë të kthehet detajet, argumentet, e ka mbajtur një ders, emri i madh i Allahut. Do ta ndëgjoj. Motiva, emri i madh i Allahut. El Hayy El Qayyum është një ndër emrat e Allahut që ka thonë pejgamberi Allahut, nuk i lutet njeri me këtë emër vetëm se Allahu Azza wa Jall ja pranon lutjen e tij, janë dëgjon kërkesën e tij, e fal Allahu Azza wa Jall atë njeri, e lusi Allahu Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall të na mëson për dinit të tij që në dim të na hatron atë të cilën ne kemi harruar. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
A ka dikush me pyet?